Ne vazhdojmë edhe me konkurrentën tonë të radhës, e cila është Haria Hoti, ku në studio kam dhe prindërit e saj. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Ne e dim si një thënie edhe e vjetër popullore që vajzat janë për babat dhe djamt janë për nënat. Si mendoni ju se si e komentoni këtë shprehje? Ju falenderoj për ftesën, po ashtu të është, gjithmonë baballarët janë të lidhur më shumë me vajzat. Kështu që edhe unë si këtë prind tjerë jam shumë i lidhur me Harian. Ju si prinda mendoni që për Harian muzika ka me qenë çelësi i talentit dhe i karrierës së saj? Nëse vazhdon me këtë angazhim edhe me këtë përkushtim që e ka, besoj që po, se talentin veç e ka, to më kanë thënë edhe shumë të tjerë, edhe e kam vrejt edhe vetë, besoj që nëse angazhohet edhe merr me seriozitet, do të arrijë shumë lart. Faleminderit shumë edhe ne urojmë shumë suksese Harias. Faleminderit edhe juve. Të ftoj në skenë. Albulina, o moj prita, prita ndal sultano, se derdhi dita, skënder piu, o primajës kalit si rufi, ja o pos bret primalit, skënder piu, o ja boni bit, o të zura, o në albulin, as një gjallo, nuk do të shpëtoj, fushën gjaku, o do ta mbuloj, as një gjallo, nuk do të shpëtoj, fushën gjaku, o do ta mbuloj, maru shtrino, o e murika e brenozin, o se zudita me vrapasho, o se zureziku mjerë kush mbeto, o mor lumë kushiku, albulina, o moj gropa, gropa me të shtria, o mor miq për kurba, për vendono, o mor për liri, albulinën, o e voj marr pri, për vendono, o mor për liri, albulinën, o e voj marr pri. E falenderojmë shumë Harian, edhe një interpretim tjetër e mrekullueshëm nga Haria, si ju duk? Një këngë shumë e bukur, por edhe interpretuar bukur nga Haria, me zet e poster dhe emocional. Vetëm suksese. Pyesim pak edhe mamën e Haria, si të duk Haria? Po edhe emocionën ndoshta e bonën të vetën edhe nga tru pak. Faleminderit shumë Haria.